Është eksperimenti më i guximshëm i botës, një qytet pothuajse mitik që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Është ndërtuar nga zgjuarësia dhe precizioni. Në gjysmë shekulli, Dubai u ngrit nga një fshat i thjesht peshkimi në një forcë globale, duke ndërtuar kullën më të lartë në tokë, duke gdhendur ishuj të dukshëm nga hapësira dhe duke krijuar një qendër financiare që konkuron me qytete shekuj më të vjetra. Dhe pas qytetit, qëndron një familje e përcaktuar nga ambicia e pashpirt dhe efikasiteti kirurgjik. Maktumët. Ata morën një mjedis të ashpër dhe e kthyen atë në një perandori shkretëtire. Para viteve 1800, Dubai nuk është gjë tjetër përveç një fshati peshkimi të paemër në skajin e një shkretëtire të zbrazët. Ajri është i thatë dhe plot me krip. Deti sjell margaritar, por jo fat. Njerëzit jetojnë në kasolle nga palma dhe balt, duke mbijetuar me hurma, peshk dhe mëshirën e baticave. Larg në jug, thellë në oazën e Liuas, fisi Bani Yas qeveris një konfederat të vogël vendbanimesh. Jeta këtu varet nga puset dhe devet, dhe fuqia e fisit mbështetet në aleanca të brishta midis degëve të tij, Al Bufalah, që qeverisin Abu Dhabin, dhe Al Bufalasa, kushërinjtë e tyre që një ditë do të qeverisin Dubain. Për vite, ata jetuan në udhëheqjen e Sheikh Tanun bin Shakbut Al Nahyan, një njeri ambicioz dhe i jetur për të siguruar fronin e tij. Brenda muajsh, përshpëritjet rreth përhapen nëpër fis. Disa akuzojnë halifën se komploton kundër të afërmit të tij. Të tjerë pretendojnë se kushërinjtë komplotojnë për ta zvendësuar atë. Në shkretëtir, thashë themi mjafton për të filluar një luftë. Duhet ta kuptoni, në ato ditë udhëheqja nuk sigurohej me tituj apo ushtri, mbahej së bashku nga besnikëria dhe frika. Kur halifa mori pushtetin, çdo vëlla, çdo kushëri u bë një rival i mundshëm. Në një mbrëmje të qetë në fund të vitit 1833, halifa i fton rivalet e tij në një festë të madhe dasme në Liua. Synohej të festonte unitetin midis familjeve, Al Bufalah, Al Bufalasa dhe pleqëve të fisit. Ndërsa festimi arrin kulmin e tij, sundimtari jep komandën e tij. Shpatat tërhiqen. Në momente, festa kthehet në kaos. Bien miqt e njerëzve të Al Bufalasa. Mysafirët, shumë nga dega e Al Bufalasa, priten brenda çadrave. Masakra thyen paqen e brisht brenda Bani Yas. Ishte një pikëthese brutale. Ajo që filloi si një dasmë për të bashkuar fisin, përfundoi duke u bërë një gjakderdhje. Masakra në Liua e la fisin Bani Yas të ndarë dhe të thyer. Shumë nga dega e Al Bufalasa humbën familjet e tyre, shtëpitë e tyre dhe besimin e tyre tek sundimtarët e Abu Dhabit. Dy kushërin, Obeid bin Said dhe Maktum bin Buti, refuzojnë të nënshtrohen. Ata vendosin të udhëheqin popullin e tyre në veri. Ata mbledhin disa qindra ndjekës, mbushin devet e tyre dhe fillojnë një udhëtim të gjatë nëpër dyna. Pas javësh udhëtimi, ata arrin në breg. Atje ata gjejnë një porrua të vogël që pret rërën dhe hapet në det. Në brigjet e saj qëndrojnë disa kasolle nga gjethet e palmave, shtëpi e peshkatarve dhe zhytësve për margaritar. Obaid dhe Maktum pan premtim në këtë vend. Porrua mund të strehonte barka. Rrugët tregtare pranë sillnin tregtar nga Omani dhe India. Ktu askush nuk i qeveriste ata. Ata ndërtuan shtëpi, gërmuan puse dhe mirëpritën tregtar. Së shpejti, njerëzit filluan ta quanin vendbanimin Dubai. Por në rajon, një lojtar i fuqishëm tashmë qëndron: Kompania e Indive Lindore Britanike. Në fillim të viteve 1800, perandoria britanike po zgjeronte fuqinë e saj nëpër dete. Nëpërmjet kompanisë së Indive Lindore, Britania kontrollon shumicën e Indis dhe dëshiron të sigurojë rrugët tregtare në përgjirin arabik. Rajoni është plot me porte të vogla, fise dhe shejkate rivale. Britanikët kërkojnë vetëm një gjë: kalim të sigurt për anijet e tyre në Indi. Për të mbrojtur rrugët e saj tregtare, Britania zgjeroi ndikimin e saj mbi bregdetin arabik, duke detyruar sundimtarët lokal të respektojnë ligjet e saj detare. Në 1819, Britania dërgoi një flotë nga India. Flota britanike sulmoi Ras Al Khaimah, djegur anije dhe forte, dhe duke shkatruar flotën Qawasim, një nga fiset më të fuqishme në rajon. Betejë shkatroi fuqinë e tyre dhe dërgoi një mesazh të qartë për çdo sundimtar bregdetar: rezisto dhe do të rrëzohesh.
Për udhëheqësit e rinj të Dubait, Maktoum bin Buti dhe Obaid bin Said, mësimi është i qartë. Askush nuk sfidon fuqinë e perandorisë britanike. Në 1820, sundimtarët e rajonit nënshkruan traktatin e përgjithshëm detar me Britaninë. Ai përfundon piraterinë, garanton rrugë tregtare të sigurta dhe jep Britanisë kontrollin mbi çështjet e jashtme. Për Dubain, gjithashtu solli një shkallë sigurie. Në mbrojtjen britanike, anijet mund të udhëtonin me siguri dhe porti i vogël filloi të tërhiqte tregtar dhe tregtar që kërkonin një port të qetë. Duke mbajtur paqen me Britaninë, sundimtarët Maktoum qeverisën thjesht. Ata zgjidhnin mosmarrveshje, mblidhnin taksa modeste nga tregtarët dhe lejonin liri tregtie. Deri në fund të viteve 1800, Dubai është bërë një port i vogël por i besueshëm, duke mbijetuar me margaritar, peshkim dhe tregti modeste. Por pasuria e rrjedh drejt porteve në ngritje si Linge dhe Bahrein, dhe sistemi i vjetër nuk mund të konkurojë më. Së shpejti, një sundimtar do të ngrihet për të thyer atë ngecje dhe për të hapur Dubain për botën. Emri i tij është Sheikh Maktoum bin Hasher Al Maktoum. Sheikh Maktoum bin Hasher lindi rreth vitit 1878 në një familje që tashmë po formoste fatin e hershëm të Dubait. Ai është nipi i Maktoum bin Butit, themeluesit të linjës sundimtare. Që në moshë të re, Maktoum rritet pranë përruas, duke parë anije që arrin me mallra nga India, Persia dhe Afrika Lindore. Ai ishte i njohur si kurioz, i disiplinuar dhe jashtëzakonisht me mendim përpara. Ndërsa fëmijët e tjerë luanin, ai dëgjonte tregtar të flisnin për pitim, taksa dhe rrugë. Kur babai i tij vdes, Maktoum hyn në pushtet në fund të shekullit të 19. Ai është ende i ri, por tashmë në një mbrëmje të qartë, duke ecur përgjatë përrojit, Sheikh Maktoum pas e tregtia ishte e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Në një mbrëmje të qartë, duke ecur përgjatë përrojit, Sheikh Maktoum shikon anije që kthehen drejt porteve të tjera me tarifa më të ulta. Ai moment mbetet me të. Ai thërret këshilltarët e tij dhe deklaron se Dubai duhet bëj diçka të guzimshme, të heqë të gjitha taksat mbi tregtinë. Ideja e tij është e thjeshtë, por radikale për kohën e saj. Në 1894, Sheikh Maktoum nënshkrua një dekret që heq detyrimet doganore. Tregtarët, veçanërisht persianët që ikin nga taksat e rënda, fillojnë të arrijnë në numër të madh. Tregtarët gjejnë siguri, kosto të ulta dhe liri për të operuar. Tregjet në dejra dhe burg Dubai fillojnë të rriten dhe Dubai bëhet një magnet për tregtinë. Brenda vitesh, përroi mbushet me barka ngarkese dhe qyteti zgjerohet në një qendër tregtare rajonale. Dubai ndryshon shpejt pas revolucionit të portit të lirë. Pa taksa tregtare, tregtar nga i gjithë gjiri fillojnë të arrijnë. Përroi mbushet me barka që mbajnë mallra nga India, Persia dhe Afrika Lindore. Dyqanet të vogla hapen në dejra, shtëpitë të reja ngrihen nga rëna dhe ajri mbushet me zhurmën e tregtisë. Për herë të parë, Dubai ndihet gjallë me qëllim. Midis të sapo ardhurve, janë tregtar nga Bastaku, një qytet i vogël në Persinë Jugore. Ata ishin tregtar, ndërtues dhe zejtar që iknin nga taksat e rënda dhe kufizimet nën sundimtarët qajar. Sheikh Maktoum i mirëpriti ata, duke ofruar tokë përgjatë bregut jugor të përrojit. Atje, ata ndërtojnë shtëpi me kulla ere dhe rrugë të ngushta që bëhen të njohura si Al-Bastakia, një lagje që sjell arkitekturën persiane, rrjetet tregtare dhe kapitalin në zemër të Dubait. Migrimi dhe tregtia kanë pasuruar Dubain, por tani një lloj i ri industrie fillon të ngrihet. Këtë herë do të vijë nga deti, nga shkëlqimi i margaritarëve të fshehur nën ujërat e qeta të gjirit. Industria e margaritarëve filloi në heshtje në fundin e viteve 1800, kur peshkatarët filluan të zhyteshin për guashka, jo vetëm për ushqim, por për thesaret brenda tyre. Ujërat e çekta dhe të ngrohtë të gjirit ishin ideale për guashka margaritaresh, kështu që nuk zgjati shumë derisa zhytja u kthye nga një punë sezonale në një mënyrë jetese me kohë të plotë për mijëra burra. Çdo verë, qindra barka niseshin nga përroji i Dubait në kërkim të margaritarëve. Çdo bark mban një ekuipazh zhytësish, njerëzish me litarësh dhe tregtarësh. Zhytësit punojnë nga agjimi deri në perëndimin e diellit, duke përdorur vetëm kapse nudhe,
pesha guri dhe shporta të lidhura në rripat e tyre. Ata zhyten 10 herë në ditë, duke mbajtur frymën për pothuajse 1 minutë çdo herë. Deri në fillim të viteve 1900, margaritarët bëhen shtyllë kurrizore e ekonomisë së Dubait, duke siguruar pjesën më të madhe të ardhurave dhe punësimit të tij. Bumi e kthen Dubain në një port të zënë dhe të pasur, por lavdia nuk do të zgjas. Mbar votën, një lloj i ri margaritari, një i bërë nga shkenca, po krijohet dhe do të vijë nga një vend i papritur. Japonia. Mahnitse. Deri në 1916, Japonia fillon të prodhoj margaritar të kultivuar që duken identik me ata natyror, por me një pjesë të vogël të kostos. Kur këta margaritar të rinj arrin në tregjet botërore, blerësit nuk mund të dallojnë më ndryshimin. Tregtarët në Bombaj dhe Paris fillojnë të zgjedhin produktin japonez më të lirë. Brenda disa vitesh, çmimi i margaritarëve natyror rrëzohet. Tregtarët e gjirit që janë mbështetur në këtë industri për breza, shohin pasurinë e tyre të zhduket pothuajse një natë. Në Dubai, ndikimi është shkatërrues. Anijet qëndrojnë të ankoruara, zhytësit humbin punë dhe shumë familje bien në borxhe. Margaritarët që dikur përcaktonin lavdinë e tij, tani qëndrojnë të pashitur në kuti druri. Është e çmendur kur e mendon. Një rruaz e vogël brenda një guacke ndryshoi plotësisht historinë. Pothuajse një natë, diçka që fuqizonte ekonomi dhe tradita për shekuj, thjesht u shemb. Qyteti që dikur notonte mbi margaritar, tani lundron pa drejtim. Dhe së shpejti, një stuhi politike do të shpërthejë që do të sfidojë vetë sundimin familjar të maktumëve. Rënja e industrisë së margaritarëve e lë Dubain në rënoja. Tregje dikur të mbushura me margaritar dhe tjektar, tani qëndrojnë gjysmë bosh. Shumë familje humbin të ardhurat e tyre dhe borxhet grumbullohen. Thesari i shejkut thahet dhe madje edhe elita tregtare fillon të luftojë. Dhe ajo luftë do të shpërthejë së shpejti në një lëvizje. Një grup tregtar është të fuqishëm, të frustruar nga keq administrimi dhe kolapsi ekonomik, mblidhen për të kërkuar ndryshim. Ata kërkojnë një majlis ose këshill për të ndihmuar sundimtarin të marrë vendime për shpenzime, tregti dhe taksim. Shumë janë aleat të afërt të familjes sundimtare. Në fillim, Sheikh Said pajtohet. Majlisi mblidhet, debaton dhe harton politika. Për një moment, duket sikur Dubai po hyn në një erë të re, një ku autoriteti mdahet dhe vendimet udhëhiqen nga arsyeja, jo tradita. Por shpejt, lëvizja tejkalon kufit. Këshilli fillon të sfidoj kontrollin e sundimtarit për taksat dhe kontratat. Thashë theme për hapen se ata duan të kufizojnë plotësisht pushtetin e shejkut. Nëse kjo vazhdon, do të sfidoj vetë themelin e sundimit të maktumëve në Dubai. Deri në fund të vitit 1938, Dubai është i ndarë në dy. Sheikh Said dhe beduinët e tij besnik kontrollojnë burr Dubain, ndërsa reformistët fortifikojnë Deirën për të i përrojt. Në mars 1939, gjatë dasmës së Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum, që synonte të simbolizonte paqen dhe unitetin, goditja tragjike bie përsëri. Zjarri i armëve shpërtheu në dasëm. Hasher bin Rashid, udhëheqësi i majlisit, vritet me plumë së bashku me djalin e tij dhe disa aleat reformist. Kjo ishte një masakër e dytë në një dasëm, kështu që sigurohuni që të mos shkoni kurrë në një dasëm në Dubai. Deri në akdhim, majlisi është zhdukur, reformatorët janë dëbuar apo ekzekutuar. Sheikh Said mbetet në pushtet, sundimi i tij i ruajtur me forcë dhe miratim britanik. Deri në vitet 1930 dhe 1940, Sheikh Said bin Maktoum ende sundon Dubain. Por ekonomia mbetet e dobët. Kolapsi i tregtisë së margaritarëve ka tharë pasurinë e qytetit. Ndërkohë, bota po ndryshon. Në të gjithë rajonin zbulohet nafta. Së pari në Bahrein në 1932, pastaj në Kuwait në 1938 dhe më në fund në Arabinë Saudite në 1938. Ari i zi, siç quhet, fillon të zëvendësoj margaritarët si masa e re e pasurisë. Në 1937, Dubai nënshkruan koncesionin e tij të parë të naftës me Petroleum Concessions Limited, një filial i Anglo-Persian Oil Company. Marrëveshja i jep kompanisë të drejta për të eksploruar dhe shpuar në të gjithë Emiratin në shkëmbim të pagesave për sundimtarin. Inxhinier britanik arrin, duke sjell harta sondazhi, pajisje shpimi dhe shpresë të re. Njerëzit fillojnë të ndërojnë se Dubai së shpejti do t'u bashkohet fqinjve të tij të pasur.
por natyra ka plane të tjera. Gjeologët gjejnë se formacionet shkëmbore në Dubai janë shumë të cekta dhe të fragmentuara. Në 1940, pusat e testimit pranë Jebel Ali dhe Margam nuk japin asgjë përveç ujë të kripur. Deri në mesin e viteve 1940, euforia e naftës ka kaluar Dubain. Bahreini, Kuvaiti dhe Arabia Saudite po lulzonin, ndërsa Dubai ende tregtonte peshk dhe hurma. Me gjithë mos kthimin e asnjë nafte, fati i Dubait është gati të ndryshojë. Një vizionar i ri do të ngrihet, dhe ai së shpejti do të hartojë një plan të guximshëm që transformon përgjithmonë fatin e qytetit. Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum lindi në 1912, djali i Sheikh Said bin Maktoum, sundimtari që udhëhoqi Dubain nëpër vitet e vështira të urisë dhe rënjes. Rashid u rit pranë përrojt, duke parë tregtar të vinin dhe shkonin, duke dëgjuar histori të fatlumsive të humbura nga ditët e margaritarëve. Që në moshë të re, ai ishte i qetë, i menduar dhe vëzhgues. Ai studioi në dietar lokal, por arsimimi i tij i vërtet erdhi nga ecja nëpër tregje dhe biseda me tregtar. Kur shëndeti i babait të tij fillon të dobësohet në fund të viteve 1930, Rashid fillon të marrë përsipër më shumë përgjegjësi. Ai këshillon për tregtin, ndërmjetëson mosmarrëdhënie dhe ndërton marrëdhënie me tregtar të huaj dhe zyrtar britanik. Kur babai i tij vdes në 1958, Rashid merr fonin me një besim të qetë. Ai trashëgon një qytet të varfër në para, por të pasur në potencial, dhe ai është gati të çlirojë potencialin dhe të lërë gjurmët e tij në historinë e Dubait. Deri në fund të viteve 1950, Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum përballet me një problem serioz. Përroji i Dubait, arteria jetësore e tregtisë dhe tregtisë, po mbushet me lum. Anijet më të mëdha nuk mund të hyjnë më, duke detyruar tregtarët të shkarkojnë ngarkesën e tyre në Bahrein apo Kuvajt. Tregtarët paralajmërojnë se nëse përroji mbyllet, Dubai do të humbas asgjë. Rashid vendos se duhet të veprojë, dhe të veprojë me guxim, ose ekonomia e Dubait do të përballet me rëndjen më të madhe në historinë e fundit. Në 1959, ai lançon atë që bëhet e njohur si basti i shterimit. Pa të ardhura nga nafta dhe me pak para, Rashid merr hua 400.000 pound nga Kuvaiti, një sumë e madhe për të kohë, për të financuar shterimin. Projekti udhëhiqet nga inxhinier britanik, duke përdorur makina shterimi. Shteruese për të thelluar dhe zgjeruar përrojnë, nga goja e tij pranxhirit deri në tregjet e derës dhe burr Dubait. Puna zgjat rreth 2 vjet, duke hequr mijëra ton lum dhe balt. Kur përfundon, kanali është mjaft i gjerë që anijet mëdha tregtare të hyjnë dhe të ankorohen drejt për drejt në zemër të qytetit. Ndikimi ishte i menjëhershëm. Tregtia u rrit, tregtarët filluan të ktheheshin dhe anijet po rreshtatoheshin përsëri. Dhe papritur, Dubai ishte porti më i zënë kudo midis Muskatit dhe Bahreinit. Basti i shpërblehet. Deri në 1960, përroji i shtërruar kthehet në arterien tregtare të Dubait, duke tërhequr anije, tregtar dhe kërkues fati nga i gjithë gjiri përsëri në brigjet e tij të gjalla. Dubai bëhet një streh për tregtar, por së shpejti do të bëhet një port hyrëse për një tregti shumë më sekrete. Një lloj i ri perandorie po merr formë në heshtje në hije. Në 1960-ën, shterrimi i përrojit e ktheu Dubain në një pikë kalimi të përsosur midis lindjes së mesme dhe Azisë Jugore. Në të njëjtën kohë, India, duke përballur mungesë valute të huaj, ndalon importet e arit në 1962 për të mbrojtur rezervat e saj. Për shumë indian, ari nuk ishte thjesht stoli, ishte një siguri, një mënyrë e sigurt për të mbrojtur pasurinë, kur parat, bankat dhe madje edhe qeverit ishin të pasigurta. Tregtarët e Dubait e shohin të parët. Duke përdorur politikën e tij të tregtisë së lirë dhe rregulloret e lehta, ata fillojnë të importojnë ar ligjerisht nga Londra, Zvicra dhe Beiruti, pastaj të dërgojnë fshehtas në përdetin arabik në Indi. Dhovë të vogla druri, të njohura si anije nisjeje, mbajnë shufra ari të fshehura në thas me hurma dhe pëlhur. Pasi afrohen në bregdetin perëndimor të Indis, ari shkarkohet në mbulesën e natës dhe shitet nëpërmjet rrjeteve të kontrabandës në Bombay dhe Kerala. Deri në fund të viteve 1960, Dubai bëhet i njohur si qyteti i artë.
Tregtia sjell fitime masive. Disa vlerësime sugjerojnë se mbi 100 deri në 200 ton ar kalojnë nëpër Dubai çdo vit. Shumica e tij e destinuar për Indi. Bumi ringjall ekonominë e Dubait, mbush tregjet e tij dhe i jep qytetit njohje globale si një qendër risku dhe shpërblimi. Deri në fund të viteve 1960, Dubai e ka kthyer veten në një qendër të lullzuar tregtie, por mbrojtësi i tij, Britania, po dobësohet. Ndërsa roja e vjetër tërhiqet, një vakum hapet. Ajo që vjen më pas do të ndryshojë gjithçka. Qeveria britanike njoftoi sot se do të tërhiqet plotësisht nga Adeni dhe Arabia Jugore gjatë gjysmës së dytë të këtij muaji. Deri në fund të viteve 1960, perandoria britanike po të kurret. Fuqia e saj në gjirë, dikur e padiskutueshme, fillon të zbehet ndërsa Londra përballet me probleme ekonomike në shtëpi. Në 1968, Britania njofton se do të tërheqë forcat e saj ushtarake në rajon deri në 1971, lënë shtetet e vogla trukjale, përfshirë Dubain, Abu Dhabin dhe Shargjan, pa mbrojtje. Këto shtete të vogla trukjale nuk kishin ushtri, asnjë infrastrukturë, asgjë. Kështu që pa unitet ose një mbrojtës, ata rrezikonin të pushtoheshin ose të harruar në botën që ndryshonte shpejt. Në Abu Dhabi, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan lëviz shpejt. I pasur nga nafta dhe i njohur me vizionin e tij, ai beson se uniteti është e vetmja rrugë përpara. Ai drejtohet Sheikh Rashid bin Said Al Maktumit të Dubait, qyteti i të cilit lullzon në tregti, por mungon nafta dhe mbrojtja. Në shkurt 1968, 2 burrat meten në Argub El Sedira, një copë e volmuar shkretëtire midis territoreve të tyre. Atje, në një çadër të thjesht, ata bien dakord të formojnë një federat të re, një bashkim të barabartëve, të ndërtuar mbi bashkëpunim, jo dominim. Gjatë 3 viteve të ardhshme, ideja rritet. Emiratet të tjera, Sharjahu, Ajmani, Al Quain, Fujairah dhe më vonë Ras Al Khaimah bashkohen në bisedime. Pas debatesh të gjata për udhëheqjen, monedhën dhe kontrollin ushtarak, arrihet një marrëveshje. Sundimtarët e 9 shejkateve të gjirit persik ranë dakord sot herët për një organizim të përkohshëm të federatës që ata formuan shkurtin e kaluar. Me 2 dhjetor 1971, lind Emiratet e Bashkuara Arabe. Sheikh Zayed bëhet presidenti i parë. Sheikh Rashid shërben si nën president dhe kryeministër. Ndërsa Sheikh Rashid formon Bashkimin e Emirateve, fati i ofron një dhuratë të pritur prej kohësh. Një zbulim kaq i fuqishëm do ta ripërcaktoj vendin e Dubait brenda federatës së sapo lindur. Për dekada, Dubai kërkon naftë ndërsa shikon fqinjet e tij të pasurohen. Që nga përpjekjet e para të shpimit në vitet 1940 pranë Jebel Ali, Marham dhe Jumeirah, çdo përpjekje përfundon në zhgënjim. Abu Dhabi gjen naftë në 1958, Katari 1940 dhe Kuwaiti shumë më parë se ajo. Sheikh Rashid nuk heq dorë kurrë. Ai beson se nafta duhet të jetë atje, diku në ngjirin. Në 1966, pas vitesh frustrimi, Dubai nënshkruan një marrëveshje të re eksplorimi me Continental Oil Company, Conoco. Kompania dërgon anije sondazhi në fushën detare Fateh, 35 milje nga bregu. Testet e para tregojnë premtim. Pastaj në shtator 1966, pas muajsh shpimi në pusin Fateh nr. 1, nafta më në fund gufon nga shtrati i detit, e trash, e zez dhe pamohueshme. Për herë të parë në historinë e Dubait, kërkimi ka mbaruar. Continental Oil Company njoftoi dje se një filial, Dubai Petroleum Company, gjithashtu operatori për një grup kompanish të një koncesioni në gjirin persik jashtë Bregdetit të Dubait, kishte gjetur naftë dukshëm në sasi tregtare. Prodhimi fillon 2 vjet më vonë. Në 1969, dërgesa e parë e naftës së papërpunuar largohet nga fusha detare Fateh në tankere me destinacion Japonin. Vëllimi është modest krahasuar me rezervat e mëdha të Abu Dhabit, por për Dubain ndryshon gjithçka. Deri në 1969, eksportet nga fusha detare Fateh fillojnë.
Dhe paratë e naftës, afërsisht $30 milion në vit në ato ditë të hershme, fillojnë të rrjedhin në thezarin e Sheikh Rashid. Për herë të parë, Dubai ka mjetet për të ndërtuar, jo vetëm për të mbijetuar. Rrugë, shkolla, centrale elektrike dhe banim ngrihen në të gjithë qytetin. Horizonti fillon të ndryshojë nga rëna në çelik. Sheikh Rashid lëviz shpejt. Në 1972, ai fillon ndërtimin e portit të Rashid, porti i parë i ujrave të thellë të Dubait, yaft të pranojë anije oqeanike të mëdha. Porti hapet në 1976 me 5 vende ankorime, duke u zgjeruar shpejt në 35. Ai e kthen Dubain në një nga qendrat më të zëna të transportit detar të gjirit. Rreth të njëjtës kohë, projekti i qendrës së tregtisë botërore fillon, një rend qillgrejsa i 39 katëshi, i përfunduar në 1978. Dikur ndërtesa më e lartë në lindjen e mesme, ajo bëhet simboli i unicitetit. Një simbol i vizionit të Rashid, një ëndër vertikale, duke provuar se Dubai mund të ngrihet aq lart sa guxon. Sheikh Rashid kishte këtë përzierje të rrallë për ulësie dhe obsesioni. Ai nuk po ndjekur luks, ai po ndjekur sisteme. Ai pa portet dhe kullat jo si projekte kotësie, por si motor që mund ta bënin Dubain vetë mjaftues për gjithmonë. Por ambicjet e Sheikh Rashid shkojnë edhe më tej. Në 1979, ai lançon portin Jebel Ali, 35 kilometra jug-perëndim të qytetit, porti më i madh artificial në botë. I përfunduar në 1985, ai ka 67 vende ankorimi dhe një zonë të gjerë industriale. Bota fillon të vërej. Anije nga çdo kontinent ankorohen në portet e Dubait. Deri në mesin e viteve 1980, Dubai nuk është më një emirat i vogël, është një metropol në rritje, i furnizuar nga nafta, por i drejtuar nga vizioni. Megjithatë, Sheikh Rashid kupton atë që të tjerët injorojnë. Nafta është e përkohshme, por tregtia është e përjetshme. Në Dubai, udhëheqësja funksionon më shumë si një korporat se sa si një demokraci. Ju zgjidheni sepse jeni kompetent. Kërkonte planifikim, matematik, logjistik dhe aftësi të vërteta teknike. Kjo është arsyeja pse, sot, më shumë se kur, njohurit janë themeli i ndërtimit të kombit. Këto janë pikërisht llojet e aftësive që sponsori ynë, Brilliant, ju ndihmon t'i ndërtoni. Brilliant është një platformë të mësuarit interaktiv, e ndërtuar për mendimprehtë dhe ndërtues. Ai kthen subjektet e vështira, matematikën, shkencën e kompjuterit, analizën e të dhënave, madje edhe AI, në mësime të shkurtra, me dorë, që në të vërtet kanë kuptim. Në këtë botë ku gjithçka është kaq e komplikuar, është aq e dobishme të mësosh thelbësoret e analizës së të dhënave dhe AI. Ju filloni me bazat, dhe hap pas hapi, ju udhëzon në zgjidhjen e problemeve më të thella dhe më sfiduese, që në të vërtet mbeten. Ky nuk është të mësuar trivia apo mashtrima 5 minutëshe, është kuptimi vërtet. Pavarësisht nëse dëshironi të zbërtheni matematikën pas tregjeve, të mprehni instiktet tuaja të zgjidhjes së problemeve, ose të eksploroni se si mëson AI, Brilliant ju jep mjetet për të menduar si një inxhinier dhe për të vepruar si një udhëheqës. Deri në mesin e viteve 1980, shëndeti i Sheikh Rashid po dobësohet dhe një figurë e re po hyn një komand. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, djali i tij i tretë dhe ministri i mbrojtjes që nga viti 1971, sheh se të ardhurat nga nafta po rrafshoheshin dhe se Dubai duhet të rinventohet përsëri. Të dy e dinë se Dubai ka nevojë për një mënyrë të re për të tërhequr para, njerëz dhe tregëti. Nga kjo sfidë, ata konceptojnë idenë e tyre më të guximshme deri tani. Një qytet mbenda një qyteti, i lirë nga taksat e kufizimat, një zonë e lirë. Në 1985, ai vizion bëhet realitet me krijimin e zonës së lirë Jebel Ali, e vendosur pranë portit masiv Jebel Ali. Ishte e padëgjuar atëherë, një vend në lindjen e lindjes, ku kompanitë huaja mund të zotronin gjithçka, të mos paguanin taksa dhe të lëviznin mallra lirisht. Jebel Ali rishkroi librin e rregullave për mënyrën se si mund të bëhej biznesi në rajon. Dhe së shpejti, bota merr vesh.
Kompani nga Japonia, Gjermania, Britania dhe Shtetet e Bashkuara nxitojnë për t'u regjistruar. Deri në fund të dekadës, mbi 300 firma operojnë në Jafsa, duke e bërë atë një nga zonat tregtare që rriten më shpejt në tokë. Ai është me të vërtet pika kthes. E dini, momenti kur Dubai pushoi se qeni një histori nafte, që atëherë tutje u bë një qytet biznesi i ndërtuar mbi hapjen, ambicien dhe energji të pastër sipërmarrëse. Deri në fund të viteve 1980, Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum është në shëndet në rënje. Dekadat të punës së palodhshme e kanë marrë të tyren. Smundja e tij e gjatë gradualisht e dobëson atë, dhe më 7 tetor 1990, Sheikh Rashid vdes në moshën 78 vjeç. Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum, bashkëthemeluesi i Emirateve të Bashkuara Arabe dhe sundimtari i Dubait, vdiq sot, njoftoi televizioni shtetëror. Veprat e referencës thonë se ai lindi në 1914, por një antar i familjes tha se ai ishte 84 vjeç. Në pasojë të vdekjes së tij, djali i tij më i madh, Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum, ngjitet si sundimtari i ri i Dubait. I rezervuar dhe i matur, Maktoum ka kaluar vite në krah të babait të tij, duke mësuar durimin dhe diplomacinë. Vllai i tij më i ri, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, që shërben prej kohësh si ministër i mbrojtjes dhe arkitekti pas Jebel Ali dhe revolucionit të zonës së lirë, tani hyn përpara si strategu kryesor dhe vizionari i Dubait. Së bashku, ata mbajnë trashëgiminë e Sheikh Rashid, por me ambicie shumë më të mëdha. Pas vdekjes së Sheikh Rashid në 1990, Sheikh Mohammed, tani forca lëvizse, imagjinon Dubain jo vetëm si një qendër rajonale, por si një qytet global. Fokusi kalon nga tregtia dhe portet tek imazhi dhe infrastruktura. Sheikh Mohammed donte që Dubai të konkuronte me New Yorkun, Londrën dhe Singaporin, jo vetëm rajonalisht, por globalisht. Ai besonte se infrastruktura vet mund të zëvendësonte naftën, se aeroportet, portet dhe rreqëllgërvisësit mund të gjeneronin pasuri të pafund. Për ta bërë atë, ai i drejtohet levës dhe zgjuarsisë. Libri i lojës së Dubait ishte i thjeshtë. Merr hua shumë, ndërto shpejt dhe përdor çmimet e ngritjes së pronave për të financuar projektin tjetër. Për një kohë, funksionoi si magji. Horizonti transformohet pothuajse një natë. Burj Al Arab, i përfunduar në 1999, ngrihet si një velë mbi detin, duke ripërcaktuar imazhin e Dubait. Linja ajrore e Emirates zgjerohet nëpër kontinente, duke e kthyer qytetin në një kryqëzim të aviacionit. Në 2002, Sheikh Mohammed zbulon Palm Jumeirah, ishullin më të madh artificial në botë, në ndjekur nga edhe më i guximshëm, ishujt e gotës. Qendra ndërkombëtare financiare e Dubait, DIRC, hapet në 2004, duke tërhequr banka nga New Yorku dhe Londra. Dubai Mall, Burj Khalifa dhe qendra e qytetit Dubai fillojnë ndërtimin shpejt pas kësaj, monumente të pasurisë, ambicjes dhe besimit në të pamundurën. Deri në 2008, Dubai bëhet simboli i bumit të shekullit 21. Ekspansioni bazohet në borxh. Entitete governatore si Dubai World, Nakheel dhe Dubai Holding marrin hua 10 miliarda nëpërmjet tregjeve ndërkombëtare. Por më në fund, borxhi do të vijë për t'u paguar, dhe kur të ndodh, koha do të jetë katastrofike për Dubain. Ishte dita më e keqe në Wall Street që nga rrëzimi i vitit 1987. Tregtarët këtu që punojnë në telefon thonë se shumë nga klientët e tyre janë të friksuar, duke pritur të shohin sa ulët do të shkojë Dow. Ata janë të fokusuar në Dow, jo aq të fokusuar në OPEC. Po, OPEC uli prodhimin me 1,5 milion fuqi prodhimi. Turbulenca e lartë financiare që kemi përjetuar kohët e fundit mund të zgjas periudhën e performancës së dobët ekonomike dhe të rrisë më tej rrezikun ndaj rritjes. Kur Lehman Brothers dështon në shtator 2008, tregjet e kredis ngrihen dhe goditja remon nëpër ekonominë globale. Brenda muajsh, kriza përhapet nga New Yorku në Londër, Azi dhe Gjirin. Dubai World është një kompani shtetërore investimesh në zemër të transformimit të shpejt të Dubait. Deri në 2009, ajo njofton se nuk mund të paguaj borxhin e saj prej 26 miliard dollarësh. Është një situatë e rëndë. Indeksi i përgjithshëm i tregut financiar të Dubait udhëhoq 6.1% të martën në një minimum 5 mujor, ndërsa shqetësimi u thellua për aftësinë e Dubai World për të ristrukturuar borxhin e saj maramendës. Indeksi ka rënë 22% që kur u njoftua ristrukturimi me 25 nëntor. Ndërtimi u ndal, mira të huaj lanë qytetin.
Makina luksoze u braktisën në aeroportin e ndërkombëtar të Dubait nga punëtorët që iknin nga borxhi. Nëse Dubai nuk merr një injeksion urgjent kapitali, sistemi financiar i qytetit do të kolapsojë. Për Sheikh Mohammed është më shumë se një krizë, është personale. Një gabim mund të fshinte gjithçka që babai dhe gjyshi i tij ndërtuan, duke e kthyer mrekullinë e Dubait në një fatkeqësi. Pastaj, në dhjetor 2009, shpëtimi arrin. Abu Dhabi, i udhëhequr nga Sheikh Khalife bin Zayed Al Nahyan, ofron një shpëtim prej 10 miliard dollarësh nëpërmjet Bankës Qendrore të AEB-s. Dubai mori një linjë jetike prej 10 miliard dollarësh nga Abu Dhabi, i pasur me naftë, për të shpëtuar një nga kompanitë e tij të çmuara nga mospagimi i afërt, të hënën, duke qetësuar frikën për tani për financat e lëkundura të shtetqytetit. Tregu kryesor i aksioneve të Dubait u rrit më shumë se 10% me lajmet. Shpëtimi e shpëton qytetin, borxhet ristrukturohen, besimi ngadalë kthehet dhe ndërtimi rifillon në projektet kritike. Si një gjest mirënjohjeje, kur ndërtesa më e lartë në botë hapet në janar 2010, ajo mban jo emrin Burj Dubai, por Burj Khalifa, një faleminderit i lartë i gëndendur në horizont. Pas krizës financiare të viteve 2008 deri 2009, Dubai fillon një rimkëmbje të ngadalt por të qëllimshme. Çmimet e qytetit kanë rënë me gjysmë dhe besimi i investitorëve është tronditur. Në këtë fazë të re, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum i Dubait imagjinon një projekt që do të simbolizojë rilindjen, planin kryesor urban Dubai 2040. Plani kryesor urban Dubai 2040 është një iniciativë vizionare që do të formshojë të ardhmen e Dubait. Qëllimi kryesor i planit përfshin përditësimin e zonave kyçe të Dubait, si Deira dhe Bur Dubai, Qendër dhe Business Bay, Dubai Marina dhe GBR, Qendra Expo 2020 dhe Dubai Silicon Oasis. Për Sheikh Mohammed, kjo nuk është vetëm planifikim urban, është një projekt për rëndësi globale. Një deklarat se Dubai nuk është mbaruar, a i thjesht po fillon. Që nga viti 2015, Dubai ka hyrë në një erë të re besimi dhe transformimi. Edhe pas pandemis, Dubai u rimëkëmb shpejt, investimet e huaja u rritën dhe vlerat e pronave u ngritën më shumë se 75% midis 2021 dhe 2023. Sot, nafta kontribon më pak se 1% të PBB-s së Dubait, ndërsa sektorët jo naftë dominojnë. Popullsia ka kaluar 3.6 milion, me të huajt që përbojnë mbi 85%. Të ardhurat nga turizmi dhe rieksportet vazhdojnë të rriten, dhe aeroporti ndërkombëtar i Dubait mbetet një nga më të zënët në botë për pasagjer ndërkombëtar. Kur vërtet shikoni prapa, sekreti i Dubait nuk është fati apo nafta, është udhëheqja. Sheikh Rashid ndërtoi nga asgjëja, Sheikh Mohammed ktheu krizat në mundësi. Çdo brez i trajtoi kufit si një projekt, jo si një pengesë. Maktumët luajtën një lojë të gjatë, ndërsa vendet të tjera në rajon u kapën në politik ose naftë. Dubai thjesht vazhdoi të ndërtonte. Ajo përzierje disipline dhe rreziku të guximshëm është ajo që e ktheu një emirat të vogël në një forcë globale. Cilado që të jenë sfidat që qëndrojnë përpara, Dubai është një qytet që do të vazhdojë.